Forcimi i bashkëpunimit për parandalimin e trafikimit paligjshëm të objekteve kulturore ishte në qendër të një takimi të organizuar në Shkodër, ku merrnin pjesë përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, institucioneve ligjzbatuese, drejtorive rajonale të trashëgimisë kulturore, si dhe organizata të përfshira në këtë fushë. Në këtë aktivitet i organizuar në kuadër të projektit Trashëgimia Kulturore pa kufi, të pranishmit vun theksin tek domosdoshmëria forcimit kapaciteteve vendore dhe bashkëpunimit ndërinstitucional në zbatimin e ligjit për të luftuar këtë fenomen i cili prej vitesh po e varfëron fondin e artefakteve të Shqipërisë. Raste ka patjetër. Çështja është që ka disa mangësi her pas here në kodin penal, për shembull gërmimi i jashtëligjshëm nuk njihet si një shkelje penale, sado që është, edhe e kuptojmë që është problem. Pra ka një mos rakordim të plot midis asaj që raportojnë institucionet e kulturës, çfarë shkon në polici, çfarë shkon në prokurori dhe mëtej në gjykat. Prandaj kemi nevojë për këto aktivitete që të jemi të gjithë në të njëjtën faqe, në të njëjtin dakordsi mbi cili është problemi, edhe të mund të gjejmë zgjidhjet. Ka raste personesh që thonë që janë arkeologë dhe kanë një certifikat të printuar në zyrë që nuk i bën arkeolog, nuk kanë tagrin ligjor për ta bërë këtë aktivitet, për ta kryer këtë aktivitet, cilët dëmtojnë trashëgimin. Çështja është që diçka e hequr nga konteksti e humb vlerën, mund të ketë vlerë monetare, po e humb vlerën si objekti trashëgimisë, sepse nuk na tregon më dot historinë prej ku ka ardhur edhe për çfarë na flet, cilën histori na tregon. Kështu që e humbasim në atë moment. Ne kemi një listë të pasur edhe të plotë të objekteve të regjistruara. Kemi një listë zyrtare të objekteve që mungojnë, po ka, siç e thash, gërmimet e jashtëligjshme janë realisht problem sepse marrin objekte që nuk janë të regjistruara, që është shumë e vështirë pastaj të kuptohet kujt i përkasin, cilës periudhe, cilit lokalitet. Për shkak edhe të pozicionit në kufi, rajoni i Shkodrës është ndër më të prekurit nga rastet e vjedhjes dhe trafikimit të objekteve kulturore apo edhe gërmimet e paligjshme që kryhen në sitet arkeologjike. Mbas viteve 90, braktisja e shumë objekteve kulturore ka sjellë edhe ekspozimin ndaj këtyre fenomeneve negative, siç është vjedhja apo trafikimi i shumë pasurive kulturore ose gërmimet të paligjshme që ndodhin në site arkeologjike, ku përsupozohet që edhe materiali arkeologjik i dal nga këto gërmime të paligjshme, nga personat të paligjshëm, të jenë trafikuar. Trafikimi i pasurive kulturore është një fenomen botror, por që tek ne për shumë arsye edhe të aspektit ekonomiko-social, ndoshta është pak më i zgjeruar në kohë. Nga fillimi i viteve 90 deri më sot në shkallë kombëtare janë të regjistruara rreth 2200 raste vjedhje dhe trafikimi të objekteve të trashëgimisë kulturore, por specialistët thonë se shifrat reale janë më të shumta. Ky aktivitet është pjesë e një nisme më të gjerë për të luftuar trafikimin e objekteve të trashëgimisë kulturore përmes forcimit të bashkëpunimit dhe rritjes së kapaciteteve të institucioneve.